Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. I bëra magji dhe ai la gruan për mua. Jam 36 vjeçe. Kjo është historia ime. Nuk jam krenare për atë që bëra, por nuk do të gënjej. E bëra me vedije të plot. Dhe po, më funksionoi. Ai la gruan për mua. Nuk e la për dashuri. Ishte thjesht magji. Dhe ishte nga dëshpërimi. E njëja që në rinin time, ai ishte një nga ata burra që kur të sheh, të bën të ndihesh si e vetmja në dhomë. E kishim një ndjesi të ndërsjellët, por jeta nuk e solli që ne të dy të ishim bashkë. Ai u martua me një vajzë që ja zgjodhën prindrit. Unë u martova me dikë që nuk e doja, vetëm për të shpëtuar nga një shtëpi ku më mungonte ajri. Pas disa vitesh rastësisht u ritakuam. Kishte 2 fëmijë. Një martesë që sipas tij funksiononte në letër, por që ishte bosh në ndjenjë. Më tha se kishte menduar shpesh për mua. Dhe ashtu filloi. Takime të fshehta, mesazhe të fshehta, telefonata të gjata natën vonë, ku më thoshte që ishte penduar që nuk më kishte kërkuar dikur. E doja, por nuk i besoja, sepse burra si ai, që thon jam i palumtur, zakonisht nuk ndahen kur nga gruaja. Rin me gratë e tyre dhe përdorin gratë si unë për shembull për të ndirë diçka që u mungon. Fillova të bëhesha shumë e obsesionuar. U binta se nëse do të ishim bashkë, gjithçka do të merrte kuptim. Do të isha më në fund e plotësuar. Po lodhesha nga pritja, nga gënjeshtrat, nga fraza, kur të rregullohen gjërat do të flas me gruan. Një natë, pas një nate tjetër kur më tha që nuk mund të flasim sonte se jam me fëmijët, unë mora një vendim që nuk do ta harroj kurrë. Shkova te një gruaj që bën magji. E njëja nga një shoqe, jetonte në një fshat afër qytetit. U ula përballë saj dhe i tregova emrin e tij, ditëlindjen dhe një fotografi. Ajo më pa drejtë në sy dhe më tha: "Nëse e bën këtë, nuk ka kthim mbrapa. Ai do të vi te ti, por nuk do vi me shpirtin e tij. Do vi me lidhjen që ti do i krijosh. A e do vërtet këtë?" I thash po. Shumë herë, më shumë se ç'duhej. Bëri një ritual që zgjati disa orë. Më dha një shishe të vogël me një lëng të errët dhe më tha ta hidhja në derën e tij në mesnatë pa u parë nga askush. Dhe kështu bëra. 3 javë më vonë më shkroi, duke më thënë: "E lash gruan, nuk munde më, po vi te ti." Ishte nata më e çuditshme e jetës time. Unë ndjeva si fitimtare, por edhe bosh. Ajo shpërngul te unë, mori një valixhe dhe iku nga ajo grua që dikur i kishte dhënë gjithçka. La fëmijët dhe erdhi te unë si një hije. Në fillim ishim shumë mirë, kishim pasion, kishim praninë e njëri tjetrit, kishim gjërat që na kishin munguar për vite. Por pastaj filloi të ndodhte ajo që ajo gruaja më kishte paralajmëruar. Ai nuk ishte i pranishëm, nuk më shihte si dikur, nuk më prekte më. Ishte i heshtur, i zbrazët, flinte shumë gjumë, nuk donte të fliste për asgjë, nuk donte të bënte asgjë. Nuk ishte më ai njeriu që unë kisha dashur. Ishte një trup që ecte nëpër shtëpi, por pa shpirt. Dhe për herë të parë më ra ndërmend. Çfarë dreqim bëra? Sot kanë kaluar 2 vjet, jetojmë bashk, por unë jetoj me faj, ndërsa ai jeton me dhimbje. Dhe fëmijët e tij nuk i ka parë që nga ajo ditë. Nuk kam guxim t'i tregoj të vërtetën. Nuk kam guxim të kthehem tek ajo grua dhe t'i them: "Të lutem, ma prish magjin, ma kthe mbrapsht", sepse nuk funksionon ashtu. Kur hap një portë që nuk duhet, ajo nuk mbyllet më. Nuk e di, a është dashuria ajo që kemi tani, por e di që nuk është rruga e drejtë. Dhe kur bën diçka që nuk është e drejtë, edhe nëse fiton, nuk ndihesh kurrë e qetë.
Unë jam 36 vjeçe dhe po, e pranoj, i bëra magji që të largoj nga gruaja dhe tani më duhet jetoj me të dhe me veten time.